Ne do të vazhdojmë me lejen Allahu te bareke ve teala në hadithin e Xhibrailit alayhi salatu vesselam, ku pejgamberi jon alayhi salatu vesselam pyete nga ana Xhibrailit e ki përgjigjej. Prej pyetjeve që ja parashtroi ishte pas Islamit, tha çka është imani? I tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, imani është ti besosh Allahut, ti besosh me laçeve të tij, ti besosh pejgamberëve, e ti besosh librave, e ti besosh ditës së fundit, dhe ti besosh kaderit. Kjo në 6 shtyllat e imanit, pa të cilat njeriu s'ka mundësi me shpëtu në ahiret. Ne do ndalim me të parën dhe gradualisht do t'i marrim të gjitha me lejen Allahu te bareke ve teala. Imanin në Allahun, pa të cilën s'ekziston kur gjë. Nëse s'beson në Allah, nëse s'beson në Zotin e Madh, nëse s'beson në krijuesin i cili ka krijuar gjithçka, kur gjë s'ka domethënie. Asnjë kuptim nuk ekziston i shëndosh nëse ne nuk e shnoshim mirë besimin ton për Allahun te bareke ve teala. Përmendëm disa prej ngacmuesve dhe faktorëve që e provokojnë të menduarit për Allahun. E para thamë është se ky krijim, ky univers, kjo botë meriton mu meditue, se është e madhe. Dhe na si krijesat në ta dhe si shfrytzues të negative, ne shohim gjëra të cilat shumë na janë bë hazard për neve, ne nuk meditojmë për ato. Andaj provokon universi meditimin për Allahun. E dyta, jeta dhe vdekja. Jeta dhe vdekja cila nuk është në dorën tonë. Ke lind pa dëshirën tane, vdes pa dëshirën tane. Paramendo 2 gjërat më kryesore të jetës tane si ki në dorën tane. 2 gjërat më kryesore. Cila është më kryesore në jetën tane? Që ekziston. Cila më e madhe pastaj? Kur s'ki me ekzistu, tu dijat si ki në dorë. As kur ke lind, as kur ke me dek. Do më thonë, gjërat kryesore të jetës tonë që janë dorën tane. Dhe prap ti mendon se edhe une se jena të pavarur, s'ka mundësi. E treta cila është rizku që të vjen prej anës Allahu te bareke ve teala. Sa rizku na e shon Allahu xhel xhelalu. Dhe kjo e provokon të menduarit për Allah. Kush pinaltat e na e quaj shirin? Ashtu rastisht kemi qelluar, kush pi tokën e çon neve ujin të përshtatshëm për me pina? Kush e ka bërë ata? Kush i ka bërë gjithë shka që kanë na ham dhe pim të përshtatshme për neve? Kush na mësoj neve se hekrin zban me hangër? Kush na mësoj neve se na gjërat që ka s'han zban me hangër? A nuk është Allahu xhel xhelalu? E katërta janë ndodhit që na i ban Allahu me neve. E kjo në prej faktorëve të Allahu xhel xhelalu, si shëndeti dhe sëmundja, si fukaralloku dhe zengilloku, si e qeshura dhe e qara, si piklimi dhe gëzimi. Këto janë ndodhit që Allahu na shkakton neve. Dhe e pesta është padia jonë për gajbin. Ne e dim se ekziston një ardhme, sikur që ekziston e nesërmja. E nesërmja është e ardhmja. Sikur që ne e presim nesërën, ekziston edhe një nesër mas 1 miliard vetëve. Çka ka më ndodhë? Apo, a dyshojmë nëse ja konë dje? E ejte? A ka njeri men në botë që dikush dyshon se dje u konë e ejte? Mirë, a dyshon dikush se par dje u konë e mërkur? S'dyshon kërkush. Po një ditë o konë një fillim që e ka kriju Allahu xhel xhelalu. A dyshon ti se nesër vjen e shtunja? S'dyshon. Qështu s'dush me dyshu se vjen një ditë dalmi para Zotit jap një llogari. Këto janë provokus. E ardhmja është e provokume. Është provokus për neve. Është diçka që Allah e ka nxjerrë, ka ekspozuar për me na provoku. E cilat janë faktorët të cilët e neutralizojnë të menduarit për Allahun? Këto janë çka të nxisin, çka të mpin. A thamë në botën fizike ka materje, ka gjërat sa të konsumohen, një mjekësi përdorën, edhe në jetët e përditshme përdor diçka për me flet, përdor diçka për mu zgjue. Apo edhe në botën shpirtërore është e njëjta. Ka diçka çon pigjumit, ka diçka do të flese ka nevojë me flet ala. Apo e mirë, çka e neutralizon të menduarit ton? Çka e man të menduarit ton të flashk, dopt, ploksh, s'funksionon? E para, cila është ajo? Kanë thënë dietarët, madhështit e përsëritura e ban njeriu mos me e pa madhështinë e tyre. Çka do të thonë madhështit e përsëritura? Madhështit e përsëritura do të thonë një sen çka e shoh na për ditë na duket interesant. Për shembull, na për ditë e shoh na dillin. Edhe kjo e ban dillin te na sa të vogël, se të për ditë delaj. Apo a na përmendëm? Dietar thonë prej madhështive, medicinë, mjekësi,
është pompimi i zemrës, i cili gjatë mesatarës së 70 vjeçarit pompon me miliarda herë miliarda, 100 herë në minut pompon. Po ti për shkak se kjo të vjen ti gratis pa pare, ty se shetë madhe këta. Siri, të cilin ti e kije, për shkak se ti e kije, s'do këtë e madhe, vetën i të verbër. Dëgjimi që ka ti dëgjon, s'do këtë e madhe ti, po veta që ka s'nin. Takatin që po të mojnë kam tije, që po hec me kam të tua, i thu po normala me hec kam të mija, shko veta të smutin që sën hec, shko veta të cili si punojnë kam, po të valoj ti begatit madhe ki, unë së në qona heq. Ti e shek korrizin, punë e vogël kjo lëvizi. Shko vetë atë çka si punon veç një unaz. Po të valla unë që tu ai sa shumë më dhan. Pak me lëvizot më shkakton shumë dhimbta. Kan thënë dietarët, madhështitë e përsëritura te insani e bën çfarë? Mos me pa madhështinë. Apo, për shembull, del dilli për ditë. Do të thu dilli be? Po ama, çka thuni ditë mos me dal? E Allahu kur e ban kiametin, veç një ditë s'delaj, apo kthehet prap. Qisha ka dal, kthehet prap. E atë ditë kur kthehet prap, njerëzit nalën. Qishtot Allahu xhelel xhelalu, atë ditë kur ta çrregullojnë na lëvizjen e diellit dhe hanës, njerëzit kanë munal. Allahu tha wala tahina manas, tash s'ka vakt më me menue. Për ditë ta kam çu diellin se ki menue. Ti ai të prit mos me funksionu më. Apo na ti ai të prit mos zemra mos të funksionojë me thon valla unë u paska dash dikujt mi thon faleminderit për këtë zemër. Ti apo prit me shkuë te varrezat për me morr vesh sa konsahatja. Merr vesh para se me shku atje, se plot i kena qu atje. Andaj madhështitë e përsëritura mos të lejojnë te unë edhe te ti, mos me e pa madhështinë. A nuk ka e madhe që Zoti ta çon ti një evlad pa kur far kontributi? Tja, nuk e nalësh njëherë me e këshirë gjallin tanë edhe qikën tanë dhe që ta ka që Zoti. Se ti kur far kontributi s'kin ta ka që Allahu pas tër begati. Pse e ka bojë musil rëthije, komplet qenje e gjallë, se nuk ka kukla si e vladi, se ki ka shpirt. Po kush ja dha atë shpirt? Po për shkak se Zoti qon plot e vlad shumë me numër. Në thënë, po be, ja kish e vladbe, e vlada. Pa e disa do me dhane e madhe, se një steril e hec botën e së në gjenat e vlad. Se e hec do njajën, thot, s'po ka, njëtin uje ka, s'ka e vlad. Na i thojna Allahu gjele gjele, thot në Kur'an, wa je gjealu limen jeshe'u aqime, ka ndoja Allahu, qëfar e ban? E ban kur rizi ti mës më funksionua, e ka kur rizi në nuk nëzirë për ti kur gjo. E tani, këta janë madhështit për sëritura. Ne e përmendëm, se shumë për begative që ka na i bojna me aparat, Allahu i ban shumë fish ma të mdoja pa zhurmë. Na veç që më dritën kër e kallim, e vendosë me funksion, sa zhurë ma bëhat, e sa hargjimi bëhat. Dilli del pa zhurmë, në ndze, në bandrit, këthejet prap. Atë ka po potere dë njerë? Apo ti kujshia gje me një aparat s'le me flet, një aparat vogël. Edhe i shkoni zgunzile, a ka mundësi me kujshi veç pak gjatë 2 minutat fleze, si të mlan me flet? A i thot, po kur gjabe aparat i vogël? Atë ka pengu dë njerë Zoti me flet? Me thonë se sot, bje shi i ashtë, s'pengon. Gjithë thaj shi i madhë bje, që detirohë njerëzit me nëzise e mledhin atë uj, të hitë se keni, kur që është për gjumi thua, shi pas ka raha. A të po u blokun në udhë, se panani valla. Kjo është Allahu, i cili ta qon ujin pa të pengue. Allahu është madhështia e ti. Andaj, madhështit e përsëritura janë defekti jonë. Për ditë gjelbron Baçja, e kopshti, e nxjerr Allahu lloj-lloj lule, e lloj-lloj pem. Po t'ja nuk nalësh me, po kush e mushi be këtë baçë bostan? Kush e mushi? Është Allahu xhelel xhelalu. Andaj mos haram me meditu se kur s'është edhe është, tu ka ndodhur diçka. Kjo është e para. E dyta, ajo që ka e neutralizon dhe ja hup funksionin menës dhe të menduarit për Zotin, cila është angazhimi me përditshmëritë e tona dhe ushqimet e tona. Sa njerëz mendon për Zotin, do thonë çeve çat bukën ta baj, çeve çat ujin ta blej, çeve çat bacën, çat dyqanin, edhe sa vjet. Edhe sa vjet. A ke vendosur një stop, me thonë çtu edhe më boll. Për ditë, andaj mos tjetë të ti angazhimi për të hangë dhe pi me mendue për Allahun xhelel xhelalu. Ani të li për rëskun, pa mos e haro furnizusin. Apo sa njeriu e ka haru Zotin, për çfarë? Edhe kur ti thush ati, pse s'menon ti për këtë punë? Thot unë jam mizant. E çka bën atë vëlla?
Unë punoj dhe kam duqan, kam firm, kam. Po mi beket në hajnë, as havesh ti. Edhe pejgambert kanë hangër. Tja menon se pejgambert s'kanë hangër. Pejgamberi tonë sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Allahu xhel xelalu selam në përmjet Jibrailit, Adamu ka pejgamber mbret, Adamu ka pejgamber fukara. Se Allahu ka bëu mbret edhe ka bëu pejgamber mbret. Sulejmani alayhi salatu selam o huj në karrike, sa guzu kurkush me akthi llafin. Pejgamberu ka dalë sa gjeni gruje në Yemen, Belkisa, e cila sokon pushtetin e Sulejmanit. Sulejmani ka thirr disa prej argatëve dhe ka thonë, kush po më bëj këtu? Allah ka mujt me baki pejgamberin dhe kështu. O pejgamberi jon sa selam bi modestis ka thonë, jo ja Rab, du pejgamber fukara. Pejgamber me nejt me fukara. E mirë, ata s'kan hangër, s'kan pi, dietar s'kan hangër, s'kan pi, veç unë ti që po angazhomi me zarzavate dhe me pemë dhe me baçet tona, veç na po hajshmja, kan hangër dhe njerëz të mirë kan hangër. Edhe ato s'kan dek pa hangër. Ama ata hajën se kanë bozot, pijen se kanë bozot. Ai kur aqun sabah, s'ka thon falënderimi takon patlixhanit. Që ma mundsoj mu pram që e hangra u qova, po ka thon falënderimi takon Zotit botrave. E na çka na të thon, elhamdulillah se pram mirë kisha hangur u qova tamam. Ka mujt Allahu mi ti blloku be këtë organe s'funksionon kur gjë. Ti ishti sa dush atje pemë dhe perime, po s'funksionon ajo. Apo shiko sa njëri thot, asën e haun këta thot faleminderit se mjeku ma ka ndaluar. A mjeku të ka ndaluar? Po para se me të ndalu mjeku, dikush i ka thon atij organit, nalu se sa tu nalki. E çat moment më se prit, se shumë i ran. Andaj angazhimi me haje dhe pije, shumë njerëz i ka bë me haru Zotin xhelle xhelalu. Tha alayhi salatu wassalam, ta'isa abdu dinar, u shkatrua robi dinarit. Dinarin e ka bë Zot, dinarin dhe kërkimin për dinar e ka bën vend Allahu xhelle xhelalu. Allahu na ruaj dhe na i përmirësoj zemrat tona ya rabbel alamin. E treta cila është angazhimi me epshe. Sa njëri ka haru Zotin, për çfarë? Sa i s'ka vakt. E çfarë? Pse s'ka vakt? Ki ndoshta nuk mirët me haje dhe pije, po mirët me epshe. Thot s'kam vakt se unë sot dal me piraki. Sot thot kena me dal me ngu muzik për pik qefi. Apo? Sot thot kena me dal mushëtit për pik qefi. Ai qef, ky qef, ajo ai epsh kjo tek e ka haru Allahu xhelle xhelalu. E pastaj kur Allahu xhelle xhelalu neve na çon ndëshkime, na thojna kush e banive? Ne me gjunat tona. A disa gjuna i bat Allahu xhelalu tok. A e dini të ndëruar vëllezër se sa gjuna i bat Allahu na për kompjutera dhe telefona. A e disa zinaja në bot arabe shikohet në për telefona. Ti a mendon se Allah këtë Allahu ti hikin çashtu ata? Na të këshirmi zinana për telefonat tona, e na për kompjuterat tona, na për tabletet tona, e pastaj na mi thon Allahu ti mos gabo me neve, më na çudeni korona. Jo mos gabo, që s'u na çon neve koronën. Jo korona, po ku me di çka mu pejda. Allahu e di se ka më na çu Allahu xhelalu. Se cili pineve ato e pas gajnën që qika jeme, edhe djali jem, qatë kompjuter sën të përdor për hajër. Aje di edhe i mshelësit. E di edhe i mshelësit. Se qështu dhëtë që vakt pas ka ardhë. Ku i pave vaktit gjuna. A ka dhe një vakt që ti si kujdestari shpijes me nëzirë për shpije. Vakt i qështu. Para më me ardhë një zakon, me thonë, ti bab, si ti bash 40 vjetë, jashtë. Qështu atë radit, edhe ti me thonë, buta ma pe pranoj. E kur i bat Allahu gjuna, kur ne e përjashtojmë Zotin nga jetët tona, a i thot, po qështu valla, tradite trive, kanë do me mashtruhe. Ty që ne mashtruhe një njëri intelektual, kemi mashtruhe Allahu në gjelalu. Andaj epshet janë plot prej faktorëve që njerëzit i ndalin prej Allahu te bareke wa taala. Edhe e fundit prej neutralizuesve të menduarit në Allahun, cila është kur njeriu mashtrohet me të mirat e Zotit dhe kuvetit që ja ka quar. Si e ke shpërdor begatia, do të mirja mëne. Shnetën e kam, menën e kam, shpijen e kam, parët i kam, së më duhet më thëtë Allahu gjeli gjelani. Shkoni thot ju ngoni a gjithë dërës për pengamberin alayhi salatu selam, për Zotin falnu ju atje, se ki ka këtë regull pun, po kini sen e haron. Se kitë që ato që ka i përmenë ran me ran, nuk janë tatina, ja ka dhonë Zotin. Kitë që ato janë, ta Allahu gjeli gjelani. Andaj mos u mashtro me intelektin tanë. Se qatë njeri që ka Allah e ka që Bardovski shmujt edhe ti me të quë. Apo, linë njeri procedurë. Si ti që shke lindë.
edhe e shpallin, thot kisa mirë në shmendin atje, ke mujtë edhe ti mu kanë. A i disa njeri u kanë taman e pasaj nuk kanë mu taman, i ka lëviz menja. Apo Allahu Gjelle Gjelaluhu ta ka qu menën me të qute Zoti, jo me të qute epshet. Jo ti mushti me dhanë unë i kam men të mija. E Allah nuk ta ka qu shpijen ti në të fladin tanë, fladin e shpijes tane me haru Zotin Gjelle Gjelaluhu. Nuk ti ka qu Allahu parët ti muni komot pi Allahu. Jo e ti ka qu parët me dhanë Elhamdulillahi Rabbel Alemin, falëndërimit janë vetëm për Zotin që mi ka qu këtë pare. E ma ka qu këtë vlade, ma ka qu këtë gruje, e mi ka qu këtë të mira. E qka tha Abdullah ibn Abasi? Tha kujtë Allahu ja qënë një gruje, një shpi, edhe një mjet transportues e ka bo mbret. E mbreti shumë ka me pagujt për një metere. Andaj mbretria jote e vogël që e kite shpia, e në komoditetin që Zotit ta ka shlu, mos ka bo me haru Allahu në Gjelle Gjelalu. Tha Allahu te bareke ve teala, wala takunu kalladhina nasullah, mos u bëni si ata që e kanë haruar Allahun, e pastaj Allahu e bani me haru vetveten. A thot pas ka hi namazja, po Allah ka hi moti ka dalë dhe që 30 vjet ka hi e ka dalë. Po ti e ka një angazhu me diçka tjetër. Ti kemi dro Allahun, sepse vjen një moment kur kush nuk mundet me të ndihmue. Dhe është momenti kur neve na shlojnë varr. Andaj mos ti përdorim nimetet e Zotit për t'u largu prej Zotit, por ti përdorim ato për të na kthit Allahu te bareke ve teala. E lutem Allahun Gjelle Gjelalu që Zoti on te bareke ve teala na mundson që vazhdimisht zemra jon dhe mendja jon të jetë lidhur për Allahun subhanahu ve teala, për Zotin Gjelle Gjelalu, për krijuesin e madhrueshëm.